E mbyllur në zyre duke punuar vetëm në këtë çështje. Pas dorëzimit të padisë kur e kam bërë njoftimin në Facebook se është regjistruar lënda e parë në gjykatën e Strasburgut, ju lut natë që të ndjekni të gjitha procedurat, të mos friksoni nga sistemi i pasivizimit të adresave. Unë jam shkolluar së pari në shkollë të mesme, kam vazhduar në Prishtinë, pastaj kam shkuar në Shtetet Bashkuara të Amerikës, pastaj jam kthyer në Kosovë me përfundu shkollën e mesme. Gjatë fakultetin e kam përfundu në Kosovë, gjithashtu njëkohësisht e kam përfundu një bachelor në Sloveni. Pastaj, pas diplomimit në studime të bachelorit, kam vazhdu studimet në Holland, më saktësisht në Universitetin Leiden, është një universitetet më të mira për të drejtën ndërkombëtare në botë. Pas studimeve, unë jam kthy, kam ligjëru një kohë të shkurtë në kolegje private në Kosovë, dhe pastaj kam bashkangjitur një projekti të USAID-it lidhur me fuqizimin e sistemit të drejtësisë në Kosovë. Pas këtij projekti të USAID-it, unë kam vazhduar studimet edhe një herë të magjistraturës, kësaj radhe në Gjermani, në Universitetin e Saarlandit, më saktësisht Europa Institute. Pas këtyre studimeve të dyta të magjistraturës, unë jam kthyer në Kosovë dhe jam bashkangjitur ambasadës së Amerikës, ku kam punuar në departamentin e drejtësisë, më saktësisht zyrën e Obdatit. Zyra e Obdatit është marrë me zhvillimin e sistemit prokurorial në Kosovë, më saktësisht në mentorimin e prokurorëve në raste të ndryshme, qoftë rasteve krimeve ekonomike, krime lufte dhe vepra tjera penale. Pas kësaj eksperiencë në ambasadën e Amerikës, unë kam hapur zyrën time të avokaturës, e cila thirret Grashdani Law Firm. Tash i ka dikon 2 vite prej datës cilën e kam hapur zyrën. Na kam bashkangjitur disa avokat, disa kanë shkuar për shkak të angazhimeve tjera, më saktësisht është e fejuara e cila ka shkuar në një mision në Irak me një organizatë amerikane, por ajo tash për shkak të konfliktit mes SBA-s dhe Iranit ajo po kthehet në zyre. Kështu që zyra sado që u rritur, o zvogëluar, po tani po rritet përsëri. Dhe fokusin se zyre kemi në raste të ndryshme. Unë si avokat merrem edhe me çështje penale, civile, por edhe me çështje administrative. Unë tani jam gjithashtu edhe kandidat doktorate në Universitetin e Kölnit në Gjermani. Aty profesoresh apo mentore kam ish zëvendës kryetare në Gjykatës Evropiane për mbrojtjen e drejtave të njerëzit. Dhe temën të cilën e kam ka të bëjë me normalizimin e marrëdhënieve mes Kosovës dhe Serbisë. Një ndër pikat e temës mia është shkelja e drejtave të njerëzit që ndodhen ndaj shqiptarëve që jetojnë në Luginë. Pra, gjatë studimit unë jam interesuar pak më shumë lidhur me çështjen e pasivizimit të adresave dhe kam pas se jam interesuar për çështjen se ku ka mbetë çështja. Dhe mbas këtij interesimi jam kontaktuar nga Teuta dhe atëherë kemi filluar që ta përgatisim rastin që ta dërgojmë në gjykatë të Strasburgut. Ne thrasim padi, anglisht thirret aplikacion, por kuptimin e ka të padisë. Se ndoshta në Shqipëri e referohen ndryshe, por ne për me që ta kuptojnë qytetarët ne e referohemi si padi, sepse ka disa terme ndryshme lidhur me këtë çështje. Domethënë ka marrë një kohë të gjatë për shkak se së pari Gjykata Evropiane për mbrojtjen e drejtave të njerëzit apo Gjykata e Strasburgut ka reduktuar kohën për të parashtruar padin. Atëherë ka qenë 6 muaj, tani është vetëm 4 muaj. Pra unë kam filluar që të punoj në mbas muajit të parë kur ka kaluar afati, pra i bie që kisha afat vetëm edhe 3 muaj që ta përgatis aplikacionin, por 3 muaj mund të duken shumë, por për një aplikacion kaq të rëndësishëm nuk është se edhe janë. Atëherë në atë moment unë si avokat gradualisht kam orientuar edhe klientët që të shkojnë tek disa avokat tjerë për shkak se kam pas fokusin tërësisht në këtë lëndë. Pra me fjalë tjera jam mbyllur në zyre duke punuar vetëm në këtë çështje, duke analizuar secilin raport, duke analizuar secilin dokument të mundshëm që rasti të jetë sa më profesionalisht i përgatitur. Pas përgatitjes të gjithë rasti është i ndërtuar dikon rreth 311 faqe bashkë me dokumente suportuese. Pas përgatitjes dokumenteve kam dërguar, domethënë brenda afatit, aplikacionin apo padin në gjykatën e Strasburgut. Dhe kjo pjesa më e sikletshme për shkak se ndonjëherë gjykata nuk lajmërohet deri në 1 vit, por një fat shumë i madh se gjykata është lajmëruar shumë shpejt. Pas dorëzimit të padisë kur e kam bërë njoftimin në Facebook se është regjistruar lënda e parë në gjykatën e Strasburgut, kam marrë shumë mesazhe nga gjithë njerëzit që jetojnë në Luginë dhe kam marrë shumë përkraje, fjalë tepër të mira nga gjithë shqiptarët atje dhe normal edhe gatishmërinë e tyre që të ndihmojnë në rast në çfarëdo lloj mënyre që është e mundshme.
Një mesazh për gjithë, më së pari për gjithë shqiptarët që jetojnë atje, ju lutna që të ndjekni të gjitha procedurat, të mos friksoni nga sistemi i pasivizimit të adresave dhe me përndjekjen e procedurave të ankesës ndaj pasivizimit të adresave mund të ndoshta edhe të forcohet rasti edhe më shumë. Një këshill për avokatë të rinj apo juristë të rinj është që gjithmonë të kenë durim në aspektin e arritjeve të suksesit, sepse si student ndoshta e keni atë ambicien shumë të mëdha që të mrini sukseset sa më shpejt, por sugjerimi im është që në këtë kohë të fokusoheni vetëm në mësimet dhe të mësoni sa më shumë, sepse edhe unë tani si avokat gjatë gjithë kohës e kaloj duke mësuar dhe duke lexuar lidhur me çështje të ndryshme, qoftë penale apo civile. Unë jam Drini Grashdani, avokat në Prishtinë, në kuadër të zyrës ligjore Grashdani Law Firm.